GPS sot ndodhet në Maskarth. Ku është ky vend, do pyesni ju? Është një fshat i vogël, gati sa një lagje, në gjinarin fantastik, gjinarin piktoresk me bukuri malore, që gjatë sezonit të dimrit për më tepër tërheq turist nga gjithë bota. Kjo për shkak edhe të reshjeve të dëborës, por edhe të bukurive mahnitse që nëna natyrë i ka dhuruar. Në Maskarth, duket sikur koha ecën ngadalë, njerëzit ruajnë ende frymën e bashkëpunimit me njëri tjetrin, por mbi të gjitha atë që i mban gjallë e të lidhur, traditën. Është një vend, edhe pse mund të çuditeni nga ky fakt, që ka shumë dell artistësh. Shumica e banorëve, ata që kanë mbetur për ata që janë larguar, kanë një talent shumë të veçantë në fusha të ndryshme artistike. I tillë është dhe njeriu që do të takojmë ne sot. Ai është një zotëri që quhet Pren Oga, me një talent mjaft të madh në shumë dimensione artistike, por në më të veçantin në prodhimin e dajreve. Ne do të shohim e do të mësojmë sot për sa i përket procesit, por edhe jetën e tij të ndarë mes profesioneve të ndryshme, po ashtu edhe të vendosur në këtë fshat kaq të bukur. Pren! Mirë se të gjej! Po na kënaqi kjo rruga, po çfarë bukurie për të ardhur deri këtu. Kjo vend piktoresk, të lutem. Është gjë e bukur, gjëna mos zvish. Unë kam punuar në polici kaq vite, edhe kam 2 shtëpi në qytetin në fshat, po unë dua të rri në fshat, sepse këtu është një gjë e bukur, janë të gjitha bio, mbi të gjitha është natyra, është fresk, domethënë të gjitha vetëm pozitive ka këtu. O Pren, po 25 vite që ke punuar në polici, po normalisht një njeri me karakter të fortë, me seriozitetin që kërkon puna, ty nuk të iku se nuk të iku pasioni 1 për fshatin dhe 2 për dajret, për qefin, për ahengun, për muzikën. Po, unë kam qenë vitin 75 që merrem me darjet, që i bi darjes, edhe deri sot, edhe i prodhoj, edhe u bie. Ne do t'i shohim gjatë gjithë rrugtimit ton për sot, se si ti punon në formën tënde artistike dhe me veshje tradicionale, po ashtu, po më bën përshtypje çorapet e tua, wow. Çorapet i kam kujtim nga Vjerra, ajo shkreta nuk jeton më, qofte xhenetit, si thonë. Po, të gjata. Deri këtu, ja. Ua, sa të bukura. Po sa vite ka që ti ka dhuruar? Ajo, ka paktën ka 10 vjet. 10 vjet ato nuk janë prishur fare? Ja. Ua. Po, më pëlqeu dhe fakti se më sa e kam parë unë shtëpinë ti nuk e dashur ta ndryshosh. Jo, shtëpinë siç e shikoj, e kam si shtëpi muze. Mes harmonisë të natyrës, më tërhoqi kaq shumë vëmendje ky kënd, dhe po pyesja Prenin, po si ka shkuar mendja, po i thoja që ke vendosur disa gozhë këtu edhe i varg të gjitha veglat e mjetet e punës në formën më praktike të mundshme. Nuk ka nevojë për lodhje të zgjatura. Në vend të dorezës është vendosur një koçan misri për këtë drapër. Ja, kaq e thjesht është jeta në fshat dhe këta njerëz kanë mendje geniale. Dinë se si të prodhojnë gjëra thjesht fare dhe t'i kenë praktike. Kjo kam përshtypjen është është një vend ku Preni punon, ashtu si edhe në shumë cepa të tjerë. Por tani do të fokusohemi tek dajret. Pren, e nisim nga këtu. Çfarë është kjo? Shiko, për prodhimin e darjes, fillimisht mirret dorasa në pyll. Çfarë dorase duhet? Është një dorasë shumë e veçantë, quhet robull ose harti, thomi zona jonë. Robull. Robull ose harti. Harti. Edhe kjo merret në një mal diku larg aty në Zavanin quhet ai. Ashtu, mas asaj e marrim me çaj. E merr veti? Po,
U lodhke? Po dhe lodhëm, se ka lodhje kjo pse. E marr, pastaj e çaj. Ashtu e çaj dhe e bëj deri dorasa. Është kjo. Që si doli? Po, ku futën dorasat? Edhe e fut dorasën, kjo në dorasa. Kjo futet me tani unë kam me mjete rrethanore, se kjo duhet me avull faktikisht, po unë e bëj me ujë, këtë e ujin. Po mirë, ti e bën tradicionale, ne ato duam. Tradicionale pra po themi. Po pra. Ashtu. E marr këtë drasën tani siç është. Edhe ta fusim. Me çfarë është ai uji aty brenda? Uji është uji thjesht, është i ftoftur, kurse kur në kohën që unë dhe kthej këtë e valoj. Pra në momentin që do bësh gati ta kthesh e valon. Me çfarë? Me korrent. Ndez kur s'ka korrent. E more dorasën. E more dorasën. Po ta blesh, është shtrenjtë dorasa? Po është shtrenjtë, 10.000 lekë bën i dras. 10.000 lekë. Mos më shumë. Po. Domthon si dras, po le më ç'a kushton ani kur vete. Tani e kalojmë te kjo makineria. Kjo kalon këtu tani. Ku e ke bler këtë gjë ti, se kjo është shumë artizanale? Po, kjo është bë engas, edhe është bë me në torno, gati 300.000 lekë, 350.000 lekë ashtu, ose 500.000 gjithë këte. A ti lot duart? Po, nuk i los. Tani po çfarë i bën dorasës? Jo se si los. Kjo, çfarë i bën dorasës? Kjo e kthen rrumullak tani. E kthen kështu. Po si ka mundësi? Nga këtu tani, e kthen prit ta xhirun. Ky është mekanizmi që e bën rrethore. Kjo drasa, shiko, kjo drasa tani, se s'pa e kalojmë nëse ashtu do dali si kjo. Po jo kështu, se kjo do jetë që e hapur pak, edhe do kaloj, kjo drasa do kaloj. Ta vë njërë në qaf? Vë njërë në qaf, se të kaloj zetë të kështu. Shumë bukur jemi. Pra pren, tashmë drejtohemi tek një tjetër tub. Po, heqim na këtu dhe kalojmë ajo që të bëjmë rrumullakun. Të shkoj jeta tuba. Po, patjetër. Dikush thot kjo është shumë e lehtë, po nuk është shumë e lehtë. Kjo ka aq shumë punë. Edhe aq do një javë kohë dhe kur ta shesi unë që e shesi 120.000 lekë, është fare. 120.000 lekë sheti se më dole vetë këtë çmimi. Pra, dole vetë, po shumë me vonesë. 120.000 lekë. Se unë bëj edhe për fëmijë, edhe për të rritur, se t'i shikojmë dhe dalet e tjepër. A të fëmijëve sa janë ato? Ato e 50.000 lekë, 30.000 lekë, 20.000 lekë, si që ishte ati drasa, do kapet shumë. Trak? Edhe vjen rreth drasa këtu, me vështërsi vjen se plasaritet, edhe vazhdojnë kështu. Pa rrodë më në tjetë. Pasi e morëm pra pren, e vendosëm këtu, i vendose këto mekanizma ti. Do t'i vejmë këte. Do t'i vendosim këto prehekuri. E lëmë sa ditë thatë kjo. Ashtu thatë. Do sa ditë kjo? Sa ditë do të kjo? Po do 2-3 ditë, sa dhe sa thatë. Po për ashi? Pastaj shi e futim mrena. E rregullojmë me shi. Ashtu, pastaj ne marrim e ngjisim siç është ngjitur kjo. Po, pra miq, të lutem a e pren? Po. Jemi në këtë pikë që ka e trash kjo. Po trash duhet. Pastaj ne çpojmë brimat këtu. Po çpohen brimat. Me çfarë shpohen? Po ja ka shumë punë pra. Se na i them ka shumë vegla. Me çfarë? Me pundo. Me pundore? Me pundo e. Me pundo. Po. Me pundo ka vegla kastile për këtë punë. Mbasi u kthy rredhe u çpun brimat. Pastaj do pastrohet. Do bëhet me djegje, me pilografi. Tani varet se do personi o me lule, pa lule, a thjesht, o me tranafila, pa tranafila, kështu i bëjmë si që duhen ata. Në qa i bërë romba? Lolloj, sa më bukur që. Shumë kërkon në njëri ftyrën e vetë, apren? Dhe ajo ka mbetur më, se ka mundësi dhe ato të kërkojnë. Kështu që, në pas kësaj pastaj, lyhet me lak, lihet thahet, ashtu, fillon procesi i likurës. Inni, pra pastaj miq. Inni, se jemi në Elbasanin. Pra inni. Inni, kështu kemi. Tani, lëkura. Pas procesit të drurit, i cili në fakt ka disa element për të konkretizuar këtë që shohim, e më pas atë me piktura, kalojmë tek është elementi më rëndësishëm lëkura pren apo jo? Gjitha kanë rëndësi ato. Po lëkura ka rëndësishme është? Po ajo jap tingullin.
A lëkura jep Po jep tingullin. tingullin. Ja mish. Po nuk që rredhi nuk e bën lëkura, se ku do mbështetet. Kështu që, kështu. Çfarë duhet jetë lëkura? Çfarë? Lëkura do të jetë dikur keq. Lëkur keci. Banë dhe me lëkurë plastike. Ashtu po Të blerë. të blerë, po ma ashtu është, ma mirë është lëkura keqit, që ka ma tingull dhe ma ashtu. Ku i gjen ti këto lëkurat e kecave apo therin këte nga zona? Si ato që kanë tufat, i blej. Sa lekë është një lëkur? E lëkura është 5.000 lekë. 5.000 lekë. Po, Je bë lëkur. me blej kështu. Ashtu. Do marrësh gëlqeren, ose ku di unë i solucion tjetër se s'mund ta themi. Ashtu edhe, A, mbake sekret. po normale. Ke sekrete, a? Po sekret nuk ka. Ashtu. Mbas sa rri atje ajo, do rri i dita 24 ora ku di si të thamun, edhe heq leshin, e pastron. Edhe do dali kështu. Pra kjo është lëkura e freskët. Kjo është e freskët. Do rri, do pastrohet, pastaj do vihet diku kështu. Jo diku, po Të këtu. thahet. Këtu do radhë, do të thahet, do rri këtu kështu kaq. Pastaj do mirë Prit. do pastrohet prap. E dëgjoni zhurmën? Kjo do pastrohet prap, do rregullohet. Pastaj merret, futet, ka marset. I vendoset rrethit pra. Kam një marset, kam shumë lloj marsetash që e vendos ka rrethi. Këtu edhe tërheq dhe del si ato darje që do shohim atje brenda. Sa Ose vitet ta marr darje. do t'i shojmë brenda? Se do na vishesh edhe me kostum popullor, ta normale, çojmë të di deri në fund. Normale. Tani, Në stradit. sa kohë kërkon lëkura që t'ja vendosësh darës? Po kërkon 4-5 orë. 4-5 orë vetëm lëkura? Po do njomet prapë, do qepet, do rregullohet, do vjen, sa probleme ka, do vjen ato rredhi, ka rreth prapë, ka shumë punë. Tani, për mënyrën si ke fituar artizanatin dhe çdo gjë tjetër do flasim brenda. Po. Po veshim të rapë leshe. Kjo është pasqyre atyre viteve. Nuk na tha më kot që kjo shtëpi është muze. Ua, duhet jetë kur ka qenë i ri me nusen, Breni. Bren? Në këtë fotografi ti je me nusen? Po. Këtu? Po. Ua, po kjo pasqyra sa vjeçare është? Ajo është që konën verit, bie, që shtamë, ta dhëtë ca, ta të dyshin. Këtu sa vjeç ke qenë këtu? I fejuar? Po i fija. Ha, i gëzuar dukesh aty. 22 vjeç. 22 vjeç e fejuar ti? Po. Ua, i ri shumë, po nuk se sa ishte. A ishte vogël 15-16 vjeç. Qa thua, po vete gjete? Po vetë ushin. Ua. Ishte kohë tjetër, ose sot, se ke këtë shansë.
Po sa i talentuar je në kaq shumë dimensione artistike. Tashmë na luajte pak në fyll dhe e bukur e këtyre thyejve është se janë shumë të gjatë. Po ashtu nuk e kemi përfunduar Dajren, por kemi edhe daulle këtu. I thoni edhe lodër këtej nga anët tuaja? Po daulle, nuk i thomi lodër, i thomi daulle. Daulle i thoni. Tani, të ndalemi pak tek Dajra. Ky është versioni i përfunduar pra, me këtë lulen e bukur këtu me pikturën dhe çdo element. Me këto pafkat e lezetshme, këto janë alumin? Shikon, ta fillojmë kështu, unë çdo zanat, çdo aso është dhunti në radhë pa. Ashtu? Është dhe tradit, kulturë, ose Darja kolam atene, si vjet dikura, pastaj kalohet, vihet ky rredhi, vihen stop, se nxan pa bën dhe këto në tilograsi, vihet dikura, pastaj bëhen të lulet, vihen dhe këto, vihet dhe kjo susa, Edhe është gati. vihet në kjo, pastaj është gati. Tani. Do ta kemi performancën pak momente më vonë, por doja të bëja një pyetje. Po su hodh parja, të ndon Darja. Jo, ajo nuk diskutohet. Hidhet shumë pare, kur luan Darja. Shiko, tani ato tradite ka qenë, shiko, kohën vetë ka qenë shumë e bukur për këto aktivitetet, kurse për kohën tjetër më pak kurrë e po, kurse për këto aktivitete ka qenë shumë e bukur. Interesant, ë? Shumë interesant. Tani, sepse ka qenë një jetë shumë. Pren, ta marrim pak që nga fëmiria jote. Ti ke patur të parët e tu, babai, gjyshi, nëna që merreshin me muzikë ose që i bjenin fyllit apo dinin të bënin dajre apo daulle. Si është kjo histori? Nga i ke marrë ti të gjitha këto talente artistike? Shiko, babai im, se ka vdekur herët, mund ka në 17 vjeç dhe babai i binte fyllit. Fyllit më ka mësuar babai. E kishte mësuar baria ai apo? Po ai ka qenë bari, faktikisht ka qenë shokon. Ashtu, ai i binte fyllit. Kurse për Darjen nuk kam zonë ti vetë, bile sa në atë kohë Darja ishte 250 lek, edhe nuk kishin mundësi prindrit. Babai kishte që, po nuk kishin mundësi me blerë. Edhe në asjevi që kishe edhe das me parë që kam parë, martu një komshi këtu poshtë, ai sot mund të jetë 82 vjeç, 84 vjeç, edhe shikoje një orkestër. Atëherën ishe i vogël ka ti. qenë në vitet që shtemën, në vitet 70 ca, shumë 69-70 ka qenë. Kur amatura ai, edhe aq që vi kishe si diskutohesh edhe pa ata nuk më kishin se nuk kishin mundësit. Arrita që po dush, këta them si arrita që i djeta Darje. Ha, ma thuaj. Po. Unë ka bërë shkollën dhe fshat në Valësh, poshtë. Ai fshati Valësh ka pas i qendër, sektori që ush atëherë, si që u aktiv, edhe kishe një dykaqe. Ajo dykaqja, dykaqja kishe një tavan. Unë si kalama i shkas që ishja, kofi ma dykaqe, shikoj një rrëth vogël Darje, pa likur, dhe shkull të brime dhe rrëth. Kullur diku në orkestrë, nuk e diku shekulli, edhe e shikoj se mirë do se kishin fisën konovejt Fusimburg, edhe ishte edhe fëmijë, kam qenë diku në klasa 4, klasë 4 kam qenë. Ashtu e diku tek 10 vjeç. Ata ishte zbres poshtë ka qenë dyqan në shpikulturë, ka qenë aty, zbres po nuk shifje njerëz, e marrë fut në gjë, në qefur me mi kavalet byku, se bëshin kurativa, bëshin kavalet byku, shi ngror, e fshe aty dhe vi këtu, bëdha në atje këtu anë shumë largë, gati një ore sa, edhe rrihtu në ujë thamat barbë, sa zjam, babajt, mrihem i fmi edhe i natën edhe vetë e marrë. E marrë edhe kur kthehem, më gjashin dollinjat, ato shkurët më dukshin si huk në Afrika. E tholla këtu. Edhe i them babajt, ku gjetër? Nuk i thash atë madh, i thash tjetër. Thash shushma e gjetër, kishin kosa atje se nuk bën. Mirë tha ai, ku burra shpejt seri një dele. Edhe atë likur në deles e fusim dhinjë atëherë. Edhe e pastrovi me leshin edhe e vun e tërhoq me babaj me gosht. Pap. Edhe kjo ishte Darja e parë. Ke qenë diku tek 10 vjeç. Mban mend për çfarë përdor apo për atë mësuar? Pastaj në klasa 5 ne bëheshim aktivitete në shkollë. Kto kishte gjëra të mirë kohën vetë, se kishte këto aktivitetet, se gjëra të tjera nuk i kishte. Ashtu, edhe unë ishe edhe me fyll kam dalë për atë parë aty diku, bashim kimi vaj. A ishe ti çuni artisti klasës? Po ndofta po. Po jo. Edhe me skeshe që bëheshim skeshe, kishte ca skeshe. Pastaj më vonë
me vonë, i kom shiktu, i tha babajt një darë i gjetë dhe i biku, edhe kam hom dasmën e parë, kam hom në vitin 77 në Shelca. Kur do të thot, Dasmën e parë, se filloj me orkestër. kam hang dasmën e parë, do të thot që ke shkuar për herë të parë të performash. Pa, dasmën e parë. Pra që ke marrë para nga ky zanat. Edhe parat si që Po si u ndjeve tani, edhe sa lek mora atër, sa lek i kërkova? Po më dim tani. Ty do të dalë. Unë kam ik në këtu në kam me vrap atje, kaja dasmë dhe dasmë ishe 3 vakt. Ishe shtun darë, djelë darë, që po që të dur gjak. Edhe ishim 5 veta orkestre, ata që kam marrë, edhe mu më kanë dhanë ata, se fillestar më kanë dhanë 250 lek më të kohë. Në 77-ën? 77 në 50 lek. Ishin shumë për ty? Për mu unë kishe një që u futan në treg. Orkestër. A donin të knashur apo jo? Ata po, se ata morë le, po unë li bisha. Edhe ajo ka qenë dasë e parë, edhe uroj edhe që më ka marrë për herë parë, edhe quajnë Konstantin Qosi, jeton sot është në Ligjë. Tani më thuaj pak, 50 vjet që ti merresh me vegla muzikore, por veçanërisht me darë. Çfarë si e përshkruan të gjithin këtë rrugtim? 5 dekada që ti je fokusuar tek kjo vegël interesante, tradicionale. Nuk mund rrit dot pa të. Se ti ka qenë dhe polic, pra. Bas kësaj arrita me i prodhu në kodën vetë darja. Ashtu më Ta vleu ndonjë në veri? Jo, qaj në veri. Në kuna një flibë. Ti as qoj e dhurat, po them. Në veri, pisha qefë të qoj. Pas e qefë? Po s'pate mundësi? Arrita në kodën veri, pasaj gjenj një vegël divu atje në mi fshat klos. Ashtu në atë maselë si qut. Edhe fibi shkur, darjet i prodhosh atë dhe shisa 1500 lek. 1500 lek, këtu në kooperativ bëshim 2-5 diqe, sepse këtu 700 lek, 800 lek një shime për ditë në atëherë. Kështu në 5 diqe. Të 30 lek, në fund, arriti ju 100 lek, edhe i 1500 lek ishin shumë. Ishe ti një ndër djemtë më të veçantë dhe më të famshëm të fshatit, se ti shkoje në çdo dasëm, ti bie darës, ti vishesh e bukur, po dhe lek kishe. Bëje edhe punime artistike. Si ishte historia? Të kishin goca qef për shembull? Jo, gocat nuk diskutohet. Edhe sot i bëje të punimet artistike, edhe gjë që kishin. Se edhe sot kanë qef gocat. Edhe zishim me njëra tjetër. Për ty? Po, patjetër. Wow. Vërtet? Në përdasma. Pastaj kur je i veçantë nuk të don njerëzit, dhe sot po që je i veçantë, po ditën shumë mbi tjerët nuk të do njëri të lufton. Nuk të duan burrat, por gratë të duan. Gratë pjesë. Tani si bëje për vete vajza ti në atë kohë? Ju këndoje, bëje performanca apo u martove herët? Kush unë? Po. Unë e martove dashurisë. Si bëre për vete gruan? Ajo është shkruajtur. Unë kisha shumë. Aty ishte shkruajtur kosmetike. Ashtu ë? Ai ishte shkruajtur. Dasma më e famshme, më e shtrenjtë, që e paguar më shumë, që e kënaqur më shumë, cila ka qenë në 50 vite? Po, ka qenë një dasmë. Po themi në 30. Në Klos të Mollës e të Elbasanit. Në Elbasan, pra? Ka qenë 3 vakte, edhe ka marrë 2500 lek. Në kohën e Anverit, që ishin shumë. Ashtu, me ato lek, kam bën pesheshet, që u fejova, që i futan atë valiqet që do shikoni. Kam be edhe një mazluk, si thoni ju, është si qezën, se këtu ujra ka bollë të ndjene, po nuk ishim ujtë pishën, kishim ujtë poshtë dhe laja sytë, më dhe 600 lekë kam bete. Pra pas ke mbyll gjithë ato hallet ti, në një dasëm. Po tani këto vitet e fundit? Këto vitet e fundit bëjmë i përcjellën e gjanë shumë, dasma nuk ashtu, se i ka DJ dhe pastaj i ko dhe mosha tani, se ne i mici. Fëmijët, i ke mësuar? Fëmijët nuk e kanë dhënë ti fare, se kjo është zë dhënë ti. Si a pret fare? Po, pret, këta nuk e morën do. Një thesar të çmuar na ke sjell këtu. Wow, është kaq i vjetër, duket si sanduk, është valixhe. Çfarë është kjo vepër kaq interesante, kaq e vjetër dhe që ti e ruan si relike në shtëpinë tënde? Po, kjo valixhe është valixha që i kam bën unë vet, valixha e fjesës që e kam dërguar nusës me pesheshet, me dhuratat që ishim atëherë, tu ka pas i pasqyr, fotot ka pas me në hejsi kanë hejka lemaj, me gjitha dhuratat që kishte ne i qosim nusës atëherë. Çfarë është kjo? Kjo është bri? Po, kjo është bri. Po, e për çfarë ke përdor? Mund të jetë 100 vjeçar, ky jo mund të jetë, po është 100 vjeçar. Me këtë kam pirë ujë. Ky varesh ke djepja, se djepja na kam atje që nuk e morëm. Ai varesh ke djepja, se e kam dhe djepjen që kam lindur.
E ruan, ë? Ashtu, edhe varesh atje, edhe kur donte fëmia ujë, edhe unë këtu kam pirë. Aty ke pirë ti. Kemi një Kjo zile. këmbor, një Ka pas zile. baballi. Kemi disa objekte të tjera, tani këto pse mi ke vendosur këtu me kaq veçanti? Se kjo është një kapse e gjitha e realizuar me dorë, pas ka edhe iniciale këtu. E ke bërë ti këto për nusën tënde? Po, kjo është bërë në vitin 85 e kam dërguar nusës, se vajzat, jo nusës, që ka dhurat, po dhe gjithë vajzave dhe gjithë, se bëjë punime artistike, punoje gjithë natën me punime artistike këtu poshtë në Bodrum, edhe iken kurativ dhe punoje gjithë ditën pastaj. Tani, po këto i kështë pasion ti nuk lodheshe. Dhe kjo është dhurat. Dhurat e nusës, se ka ruajtur dhe nusja, këto 2 ora. Po. Nga sa kushtonin këto, janë orat e fejesës? Kjo është ora nusës, a ble 6.500 lek. Edhe i kam dhënë 100 lek atit që ma ka dhënë, se nuk gjishe orë. 6.500 lek? 6.500 dhe i 100 Sa rroga? shitëses në Elbasan, i bie 7-8 muaj. 7-8 muaj pun? 800 lek, llogaritë 800 lek mirë me thënë. Ua! 8 muaj pun, po themi 800 lek për muaj. këtë orë që t'ja dhuronte të fejuarës të ti. Sa ka ndryshuar kohët. Kush punon 8 Se muaj? këto janë ora kineze, sa kinezi be. Kurse kjo ora, kjo është ora ime, a blet 8.000 lek. Edhe kësaj i kam dhënë 100 lek, Ekstra? ekstra, se 100 lek ishe shumë atëherën, ishte gati ditë punë në kooperativë, më shumë, edhe më ka dhënë këtë orë. Mirë, ti presim këto muhabete dhe këto biseda si me thik tani? Po kjo thik? Ta thike ka pas ajo njerka. Ra shumë kesh kjo. Thik njëre ka, po që shke histori? Babai ka pas 2 gra. Ka pas 2 gra babaj? Edhe ka vdekur me 2 gra. Po që të kupto... Këtu më ndalesh pak tani. Pra i ka pasur në të gjallë... I mande 2. I ka patur në të gjallë e 2 gra? Po në të gjallë, pra. Po pse? Po pse, ma të grune parë ka ne gati 25 vjetë ta fëmi. Aha. Dhe ajo para i dha leje, edhe mori në time. I dha leje që të mërë të dhe një grua tjetër? Që të bëndë fëmi që u bëm ne, jemi 3 fëmi me babë. Po mirë, kur mori gruan tjetër, flinte më me gruan e parë? Po, aji bëndë kështu se ne i dhomë kishim atërë. Herë i të këtej, herë këtej. Pastaj, atëherë ishim me kandil. Aha. Ishim me kandil, se s'kishe drita. Aha. Edhe të nisë kandilin, mi po kandili në nishim në Kalamajnë. Po? Ore, po që ka që vjen këtë kuti, unë kur u rrit ati, pëse vjen baba. Ua, vinte se... Ndande, 3 ditë ke njëra, 3 ditë ke njëra. Po i dite? I ditë e bosh. Interesante shumë. Shkojnë ato. Po pra këtu më ndalë pak ti se le do t'i portretizojmë dhe me foto si mi ke vendosur edhe aty. Kur ishin motra, ku di nuk bën vaki kur në botë. Harmoni. Që harmoni. Ajo ka qenë tepër. Qingji urt pi 2 nëna, ti me 2 nëna si e rritur? Fëmijë po ne kemi qenë ata 6 mas. Si e rritur ti me 2 nëna? Shumë i kënaqur. Ajo më lante syt mes për mes me kup, se nuk kishe, ka qenë i çezme të më thonë. Të trajtonte shumë mirë, a? Që më shtinte ujë edhe mirë. E po cili ishte sekreti babit tënë që ishte kaq i ëmbël kështu, që nuk ja prishte qefin asnjëherë. Po çabur ka qenë? Me allti. Me fure, me qestek, me mustaqe. Na unë ti e bashkëdhetar në rrugën artistike së bashku me Prenin. Sa vite ke në skenë dhe sa vite keni bashk? Që nga viti 81, edhe deri sot. Ti bie fizarmonikës. Fizarmonikist, valltar, këngëtar. Edhe rruga artistike në familjen tuaj ka zgjatur, sepse ti edhe bashkëshortën e ke gjetur në skenë. Po, kur jam e emëruar punoj skulpturën në fshatin Valësh, edhe kam jetur 8 vjet atje, edhe në 81 kam vajtur, në 82 jam dashuruar me gruan e cila kishte amatorën në skenë. Me këngë të zonës popullore polifonike, estradat amatore, gjitha me radhë. Edhe atje u dashuruam, edhe bile se e kam marrë me rëmbes. Po, e kam marrë me rëmbes sepse ato familje tyre sigur nuk deshin, se ne me qenë se ishim si familje fukaresh, ishim pak më lartë këta aty, në Valësh. Edhe ajo u dashuruam me mora me rëmbes. Pas 3 muajsh, pastaj erdhën ata, u detyruan, erdhën edhe rrëllun punë dhe pajtuan me fjalë. Po, kostumet popullore, keni tuajat, sa vjeçar janë? Këto i përkasin zonë shpatit, janë originalet e zonë shpatit. Janë të shpatit. Kurse këta unë e kam... Janë si labëri janë, edhe me pyetje ju edhe me mënyrën si këndoni, anoni ande?
Edhe pse gjina e në farë heshe Elbasanit, e çuditshme. Shiko, ne anojmë dhe nana Skraparit dhe nana Gramshit, që kemi edhe fyjet, po dhe këngët të një llojt e kemi. Si gratë dhe burra. Sa për kostumet, më falë, sa për kostumet fjallën në 85-ën, që thot preni, ata morën një kostum të shpatit original, që e bëri ndërmarrje artistike me gjeni dhe mori edhe Zavalina dhe Gjinari, të cilët të kostumi përshtatshëm burrave të vjetën moshëm që të vjetër që shkojnë për dasma, ishte kostum dasme ky që kemi në veshur sot. Cila është kënga që do të performoni dhe çfarë mesazhi? Kjo është këngë kushtuar Abdyl Frashërit, i cili vjen nga Frashëri Përmetit, vjen në Elbasan dhe shkonte për lidhjen e shqiptarë prizrenit. Në shelcën të shpatit kishte Jonos Topuzin mikun e vet. Edhe kur vjen Abdyl Frashëri tu në Elbasan, ky me i barë me gjath me fjalë atë edhe turqit desh ta vrisin Abdyl Frashërin, ky zori Nagantin. Edhe i azjesoj turqit dhe mori Abdyl Frashërin në shelcën, pastaj shkuan dhe që u bën lidhje shqiptare e prizrenit. Dhe kënga popullore bashkë me këtë tekst i kushtohet Abdyl Frashërit, bashkë me Jonos Topuzin që e kishte mikun e vet. Che mori kina mazgjaja, ta si pushka lojti ka sabaja. Che mori kina mazgjaja, ta si pushka lojti ka sabaja. Qen ka vrarë Jakub Caushi, kush e vrau Jakub Caushi, Jonos Topuzi me qunin e qopte, për shpëtuar mikun e shpatit. Jo shumë volum, ma le. Për shpëtuar mikun e vatrat, mikun e shpatit e trime shqiptari. Për shpëtuar mikun e vatrat, mikun e shpatit e trime shqiptari. Për shpëtuar mikun e shpatit, Abdyl Frashërin e atë vetarit. Për shpëtuar mikun e shpatit, Abdyl Frashërin e atë vetarit. Kemi bërë një ndalesë të vogël për të shijuar këtë natyrë mbreslënse që ofron Gjinari me male që e rrethojnë, për të shkuar në një fshat i quajtur Thelt. Jemi nisur atje dhe do të na duhet një orë rrugë me makinë për të vizituar një folklorist të famshëm i cili ka shumë talente, por është dhe një çoban mjaft i lezetshëm. Le të shkojmë.
është e gjitha me një terren të thyer, shkëmbor, gur të mëdhenj, kudo, nëpër lugina, Shkëmbin që arrim të shohim këtu i Vara, nga ana e asaj që duket është një pasuri dhe një panoramë jashtëzakonshme, një bukuri malore fantastike, por di që në këtë zonë, duke qenë se janë dhe shumë besimtar, ka patur shumë bestytni. Dhe teksa po kalonim tek ajo me gur të mëdhenj, ti më the një histori shumë të veçantë. Po, ajo është një legjend që tregohet nga banorët e zonës. Ishte një penar quhet, domethënë ai që lëron tokën me qe, domethënë. Një burr. Qe është, domethënë, qe i thon kaut, që trek plorin. Edhe kalon një burr aty i thot, "Lumshin krat, çfarë po bën?" Po punoj, thot, "Po sot është shon lesh." Qerëlesh i thon banorët e zonës. Qerëlesh thotë, "Po unë duhet të shih kalamajt", thot. Vitin e parë e bori, nuk gjeti gjahë. Vitin e dytë kalon një tjetër, i thot, "Çfarë po bën?" "Po ja po punoj", thot, "Po sot është festë." Pra ditë e shënuar fetare. Po, është ditë e shënuar fetare kundër breshit, pra ruhet për breshër. Qase punon atë ditë, toka ti mulon breshrit. Edhe ditën tjetër ky prap, vitin tjetër e punoi dhe tha qerëlesh ta po fëmijët e mi duan për shesh. Domethënë që duan të hanë. Në atë moment në majën e malit atje, ra një shkëndi, një rrëfe dhe filloi një shi, një breshër i madh e muloi gjithë tokën bujqësore bashkë me penarin, bashkë me qetë, domethënë gjithë arën. Dhe prandaj edhe ato guret kanë rënë nga maja e malit dhe kanë mbuluar komplet arën. Edhe kjo tani është një legjend e kësaj zone dhe shumë interesante. Dhe sa duam të shkojmë tani deri në Selç? Tani nga këtu duhem rreth 45 minutash, është një zonë shumë e bukur turistike, ja vlen domethënë, edhe ne kemi përcaktuar si guidë turistike, domethënë është guida numër 6 që kemi ne që është shumë e bukur, dhe shikoni dhe vetë rrugën. Shkojmë pa humbur kohë. Ikim. Trëndafilat të egër njësh me natyrën. E mardian. Kurativeve 1000 efekte kam, po lërë qa shije të mirë kanë, sa ndryshe. I kemi harruar shije të vërteta. Shka, ne po mundohemi me guidat tonet, po tregojnë njerëzit që këta janë fruta shumë pozitive. Janë shumë të mirë për prostatën, për stomakun, edhe ka vitamin C, shumë e pasur vitamin C. Për njerëzit janë probleme me kockën. Unë kam pa dhe jashtë për shembull që vjen e kanë zgjerë foto. E merr ilaç 6-70 euro, ku ke falas. Tani, do dalim pak tek ai këndi, se aty do na tregoje një gjë Shumë bukur, është një fantastike, më the. është një kull shumë e lezetshme, po gjatë kohës komunizmit ajo është i kanë vënë çati, po e ka qenë me risk, me rasa guri, si thoni ju. Ato dyja që janë Të gjitur dyja, pra. po. Ajo këtej është, shikoj se ka të tanë e vogël frëngji, aty ka pasnet udhëheqësi komunistën Enver Hoxha. Enver Hoxha aty, mes këtyre maleve. Po, edhe këtu e ka marrë emrin Shpati, zoti Shpati, thoshit, nga që zona ishte Shpati, edhe kanë vënë emrin Shpati. Po çdonte këtu mes maleve, nga Sepse ku po këtu fshin? ishte fshi nga Gjermani, nga pushtuesi, se këtu ishte një zonë që jo Gjermani, po as shejtani nuk e gjende. Pa i me çfarë erdhi? Kam, me mushka, me kështu, është me mushka ka. Në çfarë vitesh bëhet fjalë? Në 43-shin. Kjo lartë është një kish, domethënë dihet që ortodokse, se kështu është zona këtu, është ndërtuar nga emigrantët e kësaj zone. Vërtet. Po, e Kanë fill investimet e Po, tyre. e kanë ndërtuar dhe tani ajo i shërben këtyre banorëve, ras festas të pak banorë që kanë ngel, sepse dihet që zona është kanë emigruar shumë. Po, Kanë lëviz por drejt edhe qytetit. në mes të maleve, edhe në këto rrugë të vështira, prap nuk e kanë lënë. Ja nuk e Pa kanë një lënë, kish. ka edhe njerëz që përgjigjen, por vetëm ja mungesa është njerëzit, ka shumë pak njerëz.
Të rinjtë e sotëm nuk e din se çfarë humbin duke zëruar kontaktet me natyrën, mbi të gjitha me të shkuarën. Dhe e shkuara jon janë këta fshatra mbreslënës, diku të humbur në përhart, por teksa vjen dhe gjen një njëri të jashtëzakonshëm, siç është ky zotëri që është gati 80 vjeç i Anastas. 78. 78. Po. Gati thash unë. Gati, në rregull theti. Nuk e pranon 80-ën, ë? Jo, po s'kam vetëm që të pranoj kote. Tani, kemi ardhur, kemi bërë gjitha të rrugë, gjitha të mundime, vështirësi për të kamt. s'kemi bërë një gjë të madhe. Ja, unë jetoj gjithnjë këtu ti herë erdhe. Prandaj po them, sepse kjo është një thirrje për gjithë, por jetesa këtu mes maleve dhe ku çdo gjë duhet ta mendosh, ta prodhosh vetë dhe të jetosh, se ja të mungon një gjë për shembull nuk e ke. Po edhe mënyra si jetohet atëherë dhe dikur. Më trego pak. Ti gjithë jetën tënde këtu ke jetuar? Po. Qysh në 48-ën. Po atëherë se më menun ja 4-5 vjet, po. 70 ca vjet këtu. 70 ca vjet këtu. Këtu. Këtu je martuar, këtu ke lindur fëmijët. Po. Këto shtëpiat që janë tu, janë shtëpiat e Borozeret, dhe unë kam hymë atë shtëpi atë vit që jam martu. Sa vit që martove? 25. 25, po mirë, s'pas kishin shumë i vogël. Jo, më mirë kesh atëherë, gjën e punë ishëm. Në gjashtu? A kishe pra? Nusën e kam marrë 3 vjet më të vogël, në fshat të largët të në Zavalina. A gjete vetë paktën? Më gjeti ajo. O gjeti, a? Po ka shi mirë një sheti? Shumë. Sa që edhe nga lartë dalove? Mu më gjeti kanë nga valja. Ne këtu do ndalemi, se ti je folklorist, por e kemi nisur tek 10, sepse ti je dhe një çoban shumë simpatik. Fyllin tani, pse ke marrë me vete? Po ja, harritëm me 10, se parësi se i kam tu mbrana unë, po i manë pëlltën. I këm pëllti me 10? Po. Ashtu, edhe sot ke fuqi? Edhe sot. Kemi fuqi. Sa orë rriti atje me 10? Unë rri në mëngjes dherë në orën 10 e gjës. Po ku del? Në 8. Në 8 dherë ditë gjys. Mësë nej, bëj punë tjera këtu dherë në orën 3 e gjës. Ose 2 e gjës në kohën e sashme, i lëshoj prapë. Sot për fatë mirë ato do rrinë tu se kemi mihne. Tani, ti fyllin e ke marrë, sa vjeç kishin kur e ke mësuar? 12 vjeç. 12 vjeç. Po. Edhe çfarë melodie i bie ti 10 kur i bie fyllit, ata afrohen, a largohen, apo e ke përdorur për të shtyrë kohën? Donë harrit e shpirtërisht me blektorin kur i bi fyllit. Kur është tufe madhe, se i meni që janë tufe vogël, po unë kam pas dërëm 250 kërë dhij. Dhe i marrë gjitha vetë? Po. Dhe atëherë të koordinohet fylli me tingujt e zileve, kumore. Me natyre. Muzike e pyllit. O, sa bukur. Tani do na e luash këtë dhe pastaj dalin flasin për gjëra të tjera. Bajmi qik po. Bravo! Kjo është melodi baritore ose thirrja, sepse ne barit në të kohë, në për Lëndina, në për Kori e kështu, të ri ishim ne. Kishim na shkon të syri larkë atje të kajo baresha. Si kishe dhe baresha? Po pra. Dhe ky tingulli që i para unë është thirrja, do të thotë. E merrin telefon? Po, do të thotë që, kur ishin kashi, në qofë sa jo, e kishte qefin që të takoshe,
I kthejnë ato baktitë, në na ishte bariu. Dhe kështu që... Ja, që ndodhte pas? Asi gjame, se ishim shumë të... demaje për këto që më... Jo, nuk gënje. Nuk gënje. Edhe kështu që... Tani ty t'ka ndodhur që vinte ndonjë vajzë dhe bukur kështu me shami kur I thirrje ti? I mbin këti sakte do kështu... Sakt fare. Kemi pas në qik, po pa tregu asaj, se mos mi thush grus. Jo, vetëm televizor dhe nxjerr, nuk e shef njëri. Në rregull, po e zonë televizor, s'ka dalë. Më trego pak. Pa. Ti, ke dashur në një herë të jesh në një vend tjetër, të kesh një profesion tjetër, të këshe lindur diku tjetër, të bëje një jetë tjetër, nga kjo që ke bërë, sepse për ne që e shohim sot në fakt, duket shumë e veçantë dhe shumë e çuditshme, që njeriu jeton këtu mes maleve. Pa. Ka një histori qenja ime që ndodhem këtu. Sepse do kishe qenë I shkolluar, po fatkeqësisht nuk jam në shkollë. Nuk e la sistemi? 4 vjetë shkollë. Babaj kishte 4 çuna, 4 goca, po kishte mjaft tokë, pasuri, po ishin të egjëllat. Dhe kur kam marrun 57 në shkollën, 2 miq atia që kanë shku në 48 në kanë ikur bicajt në kuqar, ata miqtë erën lartë dhe më pyetën mua ty të oda miqvet. E marrove shkollën ti të kalala, tha ai burri nga anese kishte borozene kurore nana I thoshe lala. Dhe I thashun, unë ngrita I ka mora dëftesën, tërgoha dëftesën, tha, Cani, tha, se Cani e quajnë babën. Në emër musliman. Pa. Dhe tha, po që ka mirë që unë I bjerën në kuqar, tha, të vazhdoj 7 vjeçare, edhe kështu që, jo, tha, belulli, tha, ati miku tjetër, tha, unë, tha, kam tokë shumë, ti e din, tha, kalamajt, tha, I kam asho, tha, Markun, tha, të vlanë math, I parë shpije. Ta 2 tjerë, tha, Konstantinin me Stefanin, tha, me punë, Anastasin, tha, me bakti, edhe unë me bakti, përfundo. Po, delin artistik nuk e hoqë, Ja, u bërë pak artist. Jo, sepse, kjo ka të bëj me 2 gjëra. Edhe dhunti e natyrës, por, më tepër trashëgimia e të parëve, sepse, baba im ka qenë valltar I talentuar, bashkë me I kushërinë e vetë, gjithashtu dhe nana, se... Unë kam parë që burrat e kësaj zone janë artist, po nga ana karakteriale, si janë, si do I cilësoje ti? A janë kështu burra të egër, le t'i quaj, mose... Po të flasim... Ose hirën? Jo, tani, po të flasim për burlluk, ose për bes, apo për... Për pesh fjale? Për pesh fjale, në rregull. Janë burra serioz. Zona e shpatit përgjithësi, po unë po flas vetëm për selën tani, se s'mund të marr përsipër zonën e shpatit unë. Po. Dhe por kanë qenë burra me karakter, dashamirës, shpirtgjar, bujar, njerëz të fjalës, sepse Po me ndje hapur, ose xheloz për gratë? Jo, absolutisht, sepse, në selë, veçanërisht të trulli jonë, gratë rrinë notë me burrat. Pra nuk kishte kështu ndarje? Ja, nuk kishte. Tani, kur vinë mi shumë, gratë nuk do rrinë, se kishin konakun në vetë, se kështu ishin do. Po nuk kishte e sforcumë që pse mos vinë notë. Vinë. Sidomos kur bëshin valët, e burrave mos që hashe dreka apo darka, festa fetare apo dasma gostjesh. Unë di që kërcen shumë mirë vallë ndysha, ti. Po. Po si jemi dy?
Po jo në këto. Ha, Jo, i ka zë dhe këto. Po s'ka Ashtu? muzikë tani. po valle dyshe si është, si e ka rregullin? Gjajme, vallet zhanri muzikor në shpat në përgjithësi ndahet në disa grupe. Këngë të kënduara, polifonike, homofonike, goj, vallet të këndua burrash, këngë grash, gra burra bashk, Pas keni gjithë variante. dhe këngë të kënduara edhe solo. Për shembull, Ma këndoj një solo. Memi. E si t'ja dhe emrin e saj këngë? Gja, unë kam bëj këngë, ju a e pat atë Ke bërë memorialin atë? këngë? E pam. Atëherë në aty janë shkru gjitha histori që ka ky trull fshati. Janë 8 histori, që nga Gjorgo Lemi, edhe gjerë tek krijimi i grupit folklorik të Shpatit, të Seltës, më fal. Të Seltës, 1967. Tani këtë mishin si e ke bërë, se kjo tepsia e vjetër sa e bukur. E ke fjekur të soba? Po, e kam futur ke soba, e kam skuqur mirë aty. Po pra si që ka hije fshatit. Po, Tani, me kështu sa po. vite ke me Anastasin ti? Me Anastasin, 73. jam aty. Atëherë. Me 29 nëntor, 70. 73. E mban mend ai. Po, E mban mend ti. 73. Po ishte në nëntore? Edhe 29 nëntor. Tani, i bëni njëri tjetrit durata më për vjetore. Për çfarë ta bën më shumë qefin Anastasi edhe për çfarë të mërzit më tepër? Pasi më bën kefin se bën punë. E shkafet. Nuk shkaf, nuk më leje që dal të punoj fare. Ashtu Po ë? do punoj vetë, ti do shërbesh vetëm tuke shtëpia. Po të pas ka dash shumë. Po patjetër. Po për në një gjë që të mërzit kështu? Nuk mërzitemi fare, nëse do më mërzitemi nga ajo që s'kemi fëmijë tu, po. Po. Se vetëm. Po ju jeni artist, a merrni këngës hera herës? Ja merrni duket. Këndoni. Do ja marrë në herë. Tani do na e këndosh ti një këngë apo jo? Me kujtim. Ha. Hajde Anastas, tu zira emocionet. Çfarë këngë do i tasi? Qa këngë do t'i tase? Ja këtu në kuzhinë pra se këtu shtëzeti. Ja për shembull. Pa. Kundero e verno. Ha. O kunderove moj verno, o ti moj lulje moj malito, në malet zavaline so, o ti moj lulje moj malito, atjeri moj qupato, ti moj lulje moj malito. Anastas, ju keni patur dashuri të vërtet, dashuri të përjetshme. Pa. Ekziston shpesh ajo pyetja që kur bëhesh me fëmijë, gjithë vëmendja është e fëmia, edhe duhet më shumë fëmia patjetër se partneri, këdo më shumë ti gruan a fëmijët. Po, edhe vetë tregohet që unë du grua ma shumë, se po doja fëmijët ma shumë, kishe ik me fëmijët, unë kishe qa në grua. burri jeti. Lu kjo bukuria që të ka. Edhe kështu që... Bukuria, je dakord ti, do burrin më shumë. Ha, pranoje. Fëmijët duhen më shumë. Do nëna, do fëmijët më shumë. Po, dhe burri, ka drejt. ja. Ja, ka drejt. Burri ka venin e vet, ka dashurinë e vet. Fëmia ka dashurinë e vet. Kështu që Janë dashurit pandara. pandara.
Panda. Po është ti, gruan. Jetë e punë që me burrin ne kemi jetën. Tani më bën shumë përshtypje kjo fotografie jote e madhe e printuar si një burr i madh, i veshur bukur me tradicionale. Është pjesë e jetës time e folklorit. E ke shkruar edhe këtu. E çfarë viti është ky xhak? Në 1980. Atëherë ke ndërtuar. Pa. Shtëpiat janë më parë, janë 73 në mars. Ndërsa në 29 nëntor 73 jemi martu. Kemi ne dia 2 vjet shumë si të fiu. Po. Faktikisht dashuru, jo të fiu. Sepse ne jemi marrë me dashuri, nuk jemi marrë me... Pavarësisht se jemi në bon dasmë e gjitha, se nuk e pranojmë që tash i bëm ato ritat e dasmës të gjitha, me dëshirën e familjes. A prandaj thua gjithkohës ti që kam zgjedhur vetë? Pa. Po mirë për ty, po për zonjën interesante ka qenë atëherë dashurohesh. Ja, ka qenë që ke zhvilluar ma shumë sa unë që. Oh, pse? Se kjo ka qenë me, ishte me punë, infermiere mami, ka marru mesmen për pas ke ditë që pas ke zjedh ti. Tani muzika kur ju bëri bashk? Qysh në kohën e kooperativës, sepse boshin mramje, boshin... Unë plus fyllit i bi dhe darjes. Unë nisa, unë monu patit, ne për këta shatrat e shpatit, dhe në to male kurorë, që ndisura si me dorë. Dhe pasën për shtëpia, garderobat plot stolira, i ruan të pleqeria, si dhurat na Perëndia. Ilan djem dilarinia, ilan nuset, ilan fëmia, dhe ikën në përbotë, se kuptoj se çdo të thotë. Dhe luftuan kapedanët, të punojmë ne për vatan, po let na hiqet mania, ka resurse Shqipëria. Wow. O që na bëri ky mërgimi, neve na pret jazili, po ju atremi që ta dini, kur të vini vdek na gjini. Shumë goje. Shumë goje. Në sel të Ranata, dielli u fshe te maleve të larta dhe ajo shëmbetet është zhurma dhe ndjesia e natyrës. Diku një burim uji, atje te një tymi lehtë nga xhakët e në një familje këtu, disa bagti në për këto rrugë që nuk i dëgjojnë fort automobilet dhe zemra e banorëve që e duan këtë vend me gjithë çfarë ai ofron. Nga GPS kalofshi sa më bukur. Natën e mirë, i takohemi në një tjetër episod, në një tjetër destinacion.